Faleminderit zoti kryetar. Së pari është e vërtet që nuk e kemi ngritur në konferencën e kryetarëve, sepse nuk mund ta ngresh në konferencën e kryetarëve ku ke depozituar një kërkesë për procedurë të përshpejtuar. Dhe nuk bën as fare sens votimi që ju sapo bët, sepse kjo është një paketë ligjore që përbëhet nga 2 projekt ligje. Dhe njëri projekt ligj është caktuar në kalendarin e punimeve të kuvendit për të shqyrtuar në datën 16 prill dhe është tërësisht logjike që dhe ligji që bën pjesë në këtë paketë të shqyrtohet në datën 16 prill. Pse nuk duhet jepni ju dakordsi për këtë? Pra për çdo gjë i kërkoni që opozita t'jap dakord me çdo gjë që bëni ju. Një datë dhe një çështje kërkon opozita të futet në agjendën e kuvendit dhe as kryetari i kuvendit, as grupi parlamentar i shumicës nuk pranojnë ta marrin parasysh. Çfarë shqetësimi ju sjell ju që të dyja ligjet që janë një paketë kemi mundësi të diskutojmë në të njëjtën seancë, që është seanca e datës 16 prill. Si është e mundur që për çdo gjë që propozon opozita, ju e keni me buton kartonin e kuq. Jemi gati, thot. Kaloni nga fjalët e veprat. Ju jo vetëm i rrëzoni ligjet e opozitës, thjesht dhe vetëm se janë propozuar nga deputetë opozitës. Po ju keni edhe mungesën normale të etikës, që një javë pasi keni votuar për rrëzu, merrni të njëjtin propozim të bërë nga deputetët e opozitës, ja jepni një deputetit mazhorancës, e firmos e propozon dhe pas 2 javësh e kaloni dhe meratoni të njëjtin propozim. Këto jeni ju. Dhe pastaj thoni, jemi të interesuar për dialog, kuvendi duhet funksionojë normalisht, ju opozitën e trajtoni si me urrëtitje më të madhe. Jo si kundërshtar politik, se sigurisht jemi kundërshtar politik. Por një datë kërkojmë ne, 2 projekt ligje të shqyrtohen bashkarisht, ju votoni kundër. Dhe zoti Peleshi dhe një herë e kam me ju. Luani rolin tuaj si mbi palët, si moderatori debatit, dhe nuk bëni gabim, përkundrazi jep shumë pikë edhe në raport me qytetarët, që një herë vetëm në 6 muaj, ku ka një kërkesë logjike të opozitës, ti kërkosh kolegëve tuaj ta mbështesin kërkesën e opozitës, ose të paktën ndiq modeli ta përfundoj ta mbaroj Elindita Nikollës dhe Elisa Spiropalit, që një herë 3 muaj dilshin jashtë vendimit grupi ku kishte një kërkesë drejt opozitës dhe thoshte unë ju mbështes, po s'kam që bëj vendimarrjes politike të grupit. Dil një herë nga rrjeshti se nuk gjen gjë, zoti kryetar. Dil një herë nga rrjeshti, se një datë po kërkojmë. Jo 23, po ta shqyrtojmë 16. Ku është e keqja këtu? Që ngrini ju 80 veta kartonin kundër. A thu se çfarë po votoni? Po rrëzoni armikun e popullit me karton të kuq. Faleminderit zoti Bardhi, përsëri me qenë se mu drejtove personalisht. Detyrimi im si kryetari i kuvendit është që të respektoj rregulloren dhe ta përfshi kërkesën për të kaluar për çdo të shpejtuar një projekt ligj në rendin e ditës dhe ta kaloj ashtu siç e ka rregulloria në seancë për votim. Rregulloria nuk i jep asnjë të drejtë kryetarit të kuvendit të vendosë në emër të deputetëve të tjerë apo të vendosë veton. Sa i përket qëndrimet mia personale, nuk jam këtu për të folur për bindjet e mia, për argumentat e mia, nuk kam bërë diskutim lidhur me këtë kërkesë. Ju lutem mos e personalizoni sepse jemi 100% në zbatim të rregullores. Kërkesa me shumë seriozitet, pavarësisht se nuk u ngrit në konferencën e kryetarëve, u fut në seancë, ju kriju hapësira sipas rregullores, një folës pro, një folës kundër, nga 10 minuta, u hodh në votim në mënyrë demokratike, u numëruan votat dhe u vendos siç vendosi seanca. Nuk jam këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve personalisht, shijeve, gustove, mendimeve të mia personale. Ju lutem tani vazhdojmë me zotin Bozdo.